Brenda muajit shtator, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë për datën e asgjësimit të fletëve të votimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit të shkuar. Pas dekretimit të datës së zgjedhjeve lokale nga Presidenti i Republikës, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thotë se do të zbatojë ligjin duke djegur fletët e votimit në mënyrë që të përgatisin bazën materiale për zgjedhjet e 8 majit të vitit të ardhshëm. Ne do të ndjekim procedurat tona ligjore. Sigurisht që këto procedura kanë patur një hapësirë kohore deri më tani. Me daljen e dekretit presidentit fillojnë afatet të futen në shtratin e tyre dhe ne jemi të detyruar të ndërtojmë strategjinë e punës tonë mbi bazën e këtyre afateve. Edhe për sa i përket kutive të votimit, ato duhet të jenë gati për të rimbushur me materialet e reja zgjedhore, të cilat do të përdoren për zgjedhjet e ardhshme. Dhe nga gjithë administrata, unë kam opinionin që procesi i pastrimit të kutive është një proces i cili nuk mban më. Kështu që menjëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të zhvillojë një mbledhje ku do të hartojë planin e punës. Dhe në varësi të planit të punës do përcaktohet data se kur administrata propozon që mund të jetë koha më e mundshme për ta zhvilluar si proces. Ristani shprehet se Komisioni i Zgjedhjeve funksionon mbi bazën e ligjit dhe jo marrëveshjeve, dhe për këtë arsye, thot ai, do të zbatojmë nenin 178.6 të kodit zgjedhor, duke anashkaluar në këtë mënyrë faktin se dy partitë e mëdha vazhdojnë të negociojnë për kërkesën e Partisë Socialiste për rinumërimin e fletëve të votimit të 28 qershorit 2009. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si të gjitha institucionet e tjera të këtij vendi, është i detyruar të zbatojë ligjin dhe vetëm atë. Variantet e mundshme midis të cilave lëviz Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë vetëm variantet ligjore. Dhe për rastin konkret nuk ka variante, ka vetëm një mënyrë zgjidhje. Ka një nen 178 paragrafi 6 i kodit zgjedhor i cili përcakton se cilat materiale zgjedhore shkojnë në arkivin e shtetit për të ruajtur dhe cilat digjen. Në bazë të këtij neni nuk ka variant tjetër. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pohon se partitë politike janë në kohë për të bërë ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor, bazuar dhe në rekomandimet e raportit të OSBE-Odirit. Sipas Ristanit, ka kohë të mjaftueshme dhe për të diskutuar mbi propozimin për të adoptuar votimin elektronik edhe në vendin tonë.